xhamis e cila mban emrin Xhamia e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Edhe kjo s'ka qenë xhami në kohën e Ebu Bekrit, as që është ditë atëherë, po tham, Omer ibn Abdulazizi i ka ngritur këto xhamia për respekt të Khulefaj Rashidin. Dihet Ebu Bekri radhiyallahu anhu është sakrifikuesi më i madh për Islam. Ebu Bekri është i vetmi që përmendet në Kur'an shoku i pejgamberit. Në rastin e shpellës Thaur, kur janë strehu, Ebu Bekri ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, unë nuk kam frikë për mu pse na gjejnë, pse na shofin, nuk është problemi im, po e kam frikën për ty, ja Rasulallah. E atëherë, i dërguari sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, ma dhannuke bi ithnejni, Allahu thalithuhuma. Ebu Bekr, çka mendon ti për dy persona, kur i treti me ata është Allahu, la tahzan inna Allahe mana. Idh kale li sahibihi, kur i tha shoku të vetë. E kush është këtu ta shoku i vetë? Është Ebu Bekri, i vetmi që përmendet në Kur'an me emrin shoku i pejgamberit, të gjithë janë ansarët, muhaxhirinët, janë shok të pejgamberit. Por në Kur'an përmendet shoku i pejgamberit vetëm Ebu Bekri radhiyallahu anhu, dhe ne lexojmë Kur'an, falim namaz, dhe kur e lexojmë këtë ajet, duhet na kujtohet se këtu është fjala për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Ebu Bekri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një thanje, nëse vendoset imani i mbar muslimanëve me një anë, e imani i Ebu Bekrit në anën tjetër i randon. Çaq që ka qenë Ebu Bekri, pra që ka patur imanin, bindjen, akiden, dhe ka sakrifiku dhe ka harxhu pasurin disa herë. Sa që nga tregimet e Ebu Bekrit është një rast shumë interesant. Ebu Bekri si imam në xhamit pejgamberit, mos i ka ndru jetë pejgamberi normal, sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri ka vazhdu me imam lëkun, por para se të shkon të falë sabahun, këtu afër dikundi ka qenë një kasol e plak, një plak, ka qenë e vetmuar. Ebu Bekri së pari, para sabahun, ka shku, ja ka pastru, ja ka regullu, ja ka qu ushqimin, ujin, kret, edhe pastaj ka shku e ka falë sabahun. Një ditë Omeri radhiyallahu anhu e ka falë sabahun edhe shpejt shkoje që zonë rendin Omerit, ta kryje punën, kur shkon, kretë është në regull. Tha, hala plak, kush po t'i ban këto? Tha, vin njoni para sabahut, për çdo ditë. Pas i ndron jetë Ebu Bekri, e merr tash postin Omeri, dhe Omeri e vazhdon atë rendin, apo traditën e Ebu Bekrit, ja bon shërbimin, ja çon ujin ata kretë, edhe një dita e plaka, thot, ku është e shoku jit për para që vike mboj ke hizmete këtë? Tha, pse nuk, qaj jo mune? Tha, ja. Tha, pike din ti? Plak, pike din? Tha, se aj, kur mi bike hurmat, jo nëzirë ke bërthama. Ti mi len me gjithë bërthama. Njën këtë deregje, subhanallah, derin këtë deregje është dalu Ebu Bekri nga të qerë. Pra, Ebu Bekri është edhe baba i Aishes, radhiyallahu anha, që Hazreti Aisha me zgjarësinë asaj, me diturinë asaj, që ka përfitu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Aisha ka transmetu nga pejgamberi 2250 hadise. Dhe për dallim nga të tjerët, se tjerët e Ebu Hurajri ata kur kanë transmetu hadithe, kanë thonë e kam dëgju babën tim, baba im prej filonit, zinxhiri transmetimit. Aisha ndryshe, e kam dëgju prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kam pa pejgamberin duke bë, do më thonë, nuk ka pas ndërmjetësues. E kam pa pejgamberin duke bë këtë punë, e kam dëgju pejgamberin duke thonë këtë hadith. Pra është Aisha e bija e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Allahu na bashkoft me to në xhenet. Ne do të kemi kohë njëherë kur takohemi që edhe më gjansisht këto shpjegime, ama këtu tash që jo zhurmë mbahet janë kam, por sonte me kaq, pra njoftim apo një letër njoftim të shkurt mbi Ebu Bekrin, ku është ngritur kjo xhami dhe mban emrin Xhamia e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Por ndryshe, nëse dikush don, tash jemi në vizita, kemi edhe tjera, po doni të dilni, për shembull, që tash para një vit a dy i kanë qelë këto, përpara i kanë bas mbyllur. Tash i kanë qelë, kush doj fal dy rekat namaz tehiyetul mesxhid, por jo ta losh namazin, ta vënosh namazin, sa gjë i ke mbi 1000 namaze vlerën, këto e thjesht
Këto për vlerën edhe për namazin këtu është sikur në Prishtinë, si në Stamboll, si në Shkup, si kështu të njëjtat, nuk kanë ndonjë dallim në ngritjen e sevapeve. Xhamia të cilat vizitohen dhe po don falish namaz, nuk është ndalim. Allahu ju shpërblet. Hajde bismillah. Vazhdojmë te xhamia Hazreti Omeri.